Tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit po hynë në një fazë të re për shkallëzimi. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se operacionet ushtarake kundër Republikës Islamike do të intensifikohen ndjeshëm në ditët në vijim. Duke folur gjatë një konference për shtyp në Tampa, Hegseth tha se fushata ushtarake sapo ka nisur dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përgatitura të vazhdojnë operacionet me vendosmëri. Sipas tij, arsenali amerikan mbetet i plot dhe vullneti për të përballuar konfliktin është i palkundur. Paralelisht, presidenti amerikan Donald Trump u bëri thirrje forcave të sigurisë iraniane përfshirë Gardën Revolucionare, ushtrinë dhe policinë që të dorëzojnë armët. Në një deklaratë nga Shtëpia e Bardhë, Donald Trump paralajmëroi se në të kundërt ata mund të përballen me pasoja të rënda, duke shtuar se është ende koha për të zgjedhur anën e duhur të historisë. Nga ana tjetër, Irani ka reaguar me një seri sulmesh të reja. Sipas raportimeve, Teherani lëshoi një val intensive raketash dhe dronësh drejt Izraelit dhe objektivave të lidhura me aleatët amerikanë në Gjirin Persik. Autoritetet iraniane kanë paralajmëruar gjithashtu se konflikti mund të zgjerohet dhe të përfshijë vende të tjera të rajonit. Republika Islamike ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pendohen për veprimet ushtarake të fundit, përfshirë fundosjen e një anijeje luftarake iraniane, ndërsa situata në lindjen e mesme mbetet tejet e tensionuar dhe me rrezik për përhapje më të gjerë të konfliktit.